të mos i ushtyej të silleni në mënyrë të padrejtë kundër tyre. Ndihmohuni mes vete me të mira dhe në të mbara, e mosni në mëkate e armiqësi. Kini dro dënimit të Allahut, se me të vërtet Allahu është ndëshkues i fortë. Juve u janë ndaluar t'i hani gordërsira, gjaku, mishi i derit, ajo që theret jo në emrin e Allahut, e furmja, e mbytura, e rrëzuarja, e shpuarja nga biri i tjetrës, ajo që e ka ngrën e gërsira, përveç asaj që arrini ta therni para se të ngordh, ajo që është të therrur për idhuj dhe u është e ndaluar të kërkoni me short fatin. Kjo është mëkat ndaj Allahut. Tashmë ata që mohuan humbën shpresën për fen tuaj se do të ndëroni, andaj mos u frikësoni atyre, por mua të më frikësoni. Sot përsosa për ju fen tuaj, plotsova ndaj jush dhuntin time, zgjolla për ju Islamin fe. E kush detyrohet nga uria të haj nga të ndaluarat, duke mos anuar dhe duke mos patur qëllim mëkatin, Allahu fal shumë dhe është mëshirues. Të pyesin ty, Muhammed, çka u është lejuar atyre? Thua ju, u janë lejuar të gjitha ushqimet e mira dhe ai gjahu i gjahtarve, shtazëve, të dresuara që i mësone ashtu si ju ka mësuar juve Allahu. Hani pra atë që gjahtuan për juve dhe më parë përmendje emrin e Allahut. Kini dro nga Allahu, pse Allahu shpejt merr masa. Sot u lejuan për ju ushqimet e mira, edhe ushqimet të therrurat e idhtarëve të librit janë të lejuara, halal për ju, edhe ushqimet të therrurat tuaja janë të lejuara për ta, u janë lejuar. Gratë e ndershme besimtare dhe gra të ndershme nga ata të cilëve u është dhënë libri para jush, kur atyre u jepni pjesën e caktuar të kurorës, por duke pasur për qëllim martesën, jo imoralitetin dhe jo si dashnore ilegale. E kush mohon, tradhton besimin, ai ka asgjësuar veprën e vet dhe ai në botën tjetër është prej të shkatëruarve. O ju që besuat, kur doni të ngriteni për të falur namazin, lani fytyrat tuaja deri në bërryla, fërkoni kokat tuaja e këmbët lani deri në 2 zogjt. Nëse jeni gjunub, atëherë pastrohuni, lahuni. Në qoftë se jeni të semur ose në ndonjë udhtim ose ndonjëri prej jush vjen prej vendit të nevojës ose keni kontaktuar me gratë dhe nuk gjeni ujë, atëherë mësyne merrni tejemum dhe unë e pastër dhe me të fërkoni fytyrat dhe duart tuaja. Allahu nuk dëshiron me obligim për abdes e larje t'ju sjell ndonjë vështirësi, por dëshiron t'ju pastroj prej mëkateve, t'ju plotsoj të mirën e tij ndaj jush e që t'i falenderoni. Përkujtoni dhuntin e Allahut që ju dha fen islame dhe zotimin e tij, të cilin e patmarr prej jush kur thatë, dëgjuam e respektuam. Kini e frikë Allahun, pse Allahu i di shumë mirë të fshehtat në gjoksa në zemra. O ju që besuat, bëhuni plotësisht të vendosur për hir të Allahut, duke dëshmuar të drejtën dhe të mos ushtyj urrejtja ndaj një populli e t'i shmangeni drejtësisë. Bëhuni të drejtë, sepse ajo është më afër devotshmërisë. Kini e dro Allahun, se Allahu di hollësisht për atë që veproni. Atyre që besuan dhe bën vepra të mira, Allahu u premtoi falje për mëkate dhe shpërblim të madh. E ata që mohuan dhe përgënjeshtruan argumentet tona, ata janë banues të xhehenemit. O ju që besuat, përkujtoni të mirën e Allahut ndaj jush kur një popull tentoi të zgjas duart e veta për mbytje kundër jush, kurse ai zbrapsi duart e tyre prej jush. Respektoni e Allahun duke zbatuar urdhrat e tij dhe vetëm Allahut le t'i mbështeten besimtarët. Në të vërtet, Allahu patmarr zotimin e Beni Izrailve dhe prej tyre dërguam, caktuam 12 prijës.
Allahu tha, unë jam mbrojtës me ju. Në qoftë se falni namazin e jepni zeqatin, u besoni të dërguarve të mi dhe u ndihmoni atyre, huazoni për hir të Allahut hua të mirë, ai patjetër do t'ju shlyejë mëkatet tuaja dhe do t'ju shtijë në xhenete në të cilat rrjedhin lumenj. E kush kundërshton pas ti, Zotimi, prej jush, ai e ka humbur rrugën e drejtë. Për shkak se ata e thyen Zotimin e tyre, ne i mallkuam ata, dhe zemrat e tyre i bëm të forta, të shtangura. Ata i ndryshojnë fjalët në Tevrat nga domethënia e tyre dhe braktisën një pjesë me të cilën ishin urdhëruar. Ti vazhdimisht do të vërejsh tradhtinë e një pjese të tyre, përpos një pakice nga ata. Pra, falju dhe hiqu tyre. Allahu i do ata që bëjnë mirë. Ne e morëm Zotimin edhe të atyre që thanë, ne jemi Nesara, e edhe ata e harruan një pjesë të saj me të cilin ishin udhëzuar. Andaj, ne kemi dërsyer armiqsinë e urrëtitjen ndërmjet tyre deri në ditën e Kiametit. E më vonë, Allahu do t'i njoftojë ata me atë që bën. O i thartë të librit, juve ju erdhi i dërguari jon, që ju sqaron shumë nga ajo që fshihnit prej librit, e për shumë nuk jep sqarime. Juve ju erdhi nga Allahu dritë dhe libër i qartë. Allahu e vë me atë, me Kuranin, në rrugët e shpëtimit atë që ndjek kënaqësinë e tij dhe me ndihmën e tij i nxjerr ata prej errësirave në dritë dhe i udhëzon në një rrugë që është e drejtë. E mohuan e bën kufër, të vërtetën ata që thanë se Zot është ai, Mesiu, biri i Merjemës. Thuaju, nëse dëshiron Allahu ta shkatroj Mesiun, birin e Merjemës, nënën e tij dhe gjithë shka në tokë, kush mund ta pengoj atë? Vetëm atij i takon pushteti i qiejve, i tokës dhe çka në mes tyre. Ai krijon çdo gjë që dëshiron. Allahu është i gjithfuqishëm për çdo gjë. Jehudit dhe të krishterët thanë, ne jemi bijtë Allahut dhe të dashurit të tij. Thuaju, e pse pra ai ju dënon me mëkatet tuaja? Jo, ju jeni njerëz që ai ju krijoi. Ai i fal atij që do dhe dënon atë që do. Sundimi i qiejve, i tokës dhe i gjithë shka në mes tyre është vetëm i Allahut dhe vetëm te ai është e ardhmja. O i thartë të librit, ju erdhi i dërguari i jon, ju sqaron çështjet e fesë, pas ndërprerjes së të dërguarve në mënyrë që të mos thoni, neve nuk na erdhi as i dërguar që të na përgëzoj, as të na tërheq vërejtjen. Pra, ja, ju erdhi përgëzuesi dhe kërcenuesi. Allahu është fuqiplot për çdo send. Përkujto, o i dërguar, kur Musa i tha popullit të vet, o popull imi, përkujtoni e dhuratën e Allahut ndaj jush, kur në mesin tuaj dërgoi pejgamber, ju mundsoi të jeni sundues dhe ju dha çka nuk i dha askujt nga popujt. O popull imi, hyni në tokën e shenjtë, të cilën Allahu u apremtoi, dhe mos u ktheheni mbrapa, pse atëherë ktheheni të dëshpëruar. Ata, populli i Musait, thanë, o Musa, aty është një popull i fuqishëm dhe unues, prandaj ne nuk do të hyjmë aty kur derisa ata të mos dalin nga ajo, të na e lirojnë pa luftë, nëse dalin ata nga ajo, ne do të hyjmë. 2 burra pre atyre prijëse, që Allahu i kishte pajisur me bindje dhe kishin frikën e tij, thanë, hyjnu atyre nga dera, e kur të hyni nga ajo, atëherë ju jeni nga njëës, dhe vetëm Allahut mbështetjuni, nëse jeni besimtar të sinqert. Ata thanë, o Musa, ne kur nuk hyjmë në të derisa ata janë aty, shko pra ti dhe Zoti yt e luftoni, ne porim këtu. Musai tha, Zoti im, unë nuk kam në dorë pos vetes ime dhe as vëllai im, Haruni, nuk ka në dorë pos vetvetes, ose